Pra, presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, por dhe çdo president tjetër, ndryshe nga europianët që kalkulojnë mbi sondazhe si do t'i kenë zgjedhjet e ardhshme, kanë përshtypjen ata kanë një plan veprimi në tavolinë dhe secili bën punën e tij për brezat e ardhshëm. Është shumë e saktë kjo që thoni dhe ata drejtojnë mbi bazën e parimit të doktrinave që janë 50, 70 apo 100 vjeçare. Dhe kjo do të thotë që jo sot erdha unë në pushtet dhe sot fillon rrotullohet bota. Pra, kur nuk ndodh. Detyrimisht që ata të zgjurit dhe të mençurit dhe vizionarët nuk hedhin poshtë arritjet, mbi bazën e arritjeve të paraardhësve tyre ndërtojnë planet dhe ata i kanë piketat në një farë mënyrë se në cilat rrugë do të kaloni kanë të vendosura dhe nuk i shmangin. Edhe kjo të bëhet luftë detyrimisht për interesat e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Pra, në gjitha aspektet dhe për të ardhmen e këtij populli. Por nuk i bëhet dëm Amerikës as Shtetet Bashkuara të Amerikës asnjëherë nëse ike një president dhe vjen një tjetër. Prandaj them që këta nuk është se i lidhin shumë me aq më tepër që zoti Trump nuk garon më, e ka mandatin e fundit. Pra atij duhet të lërë emrin e vet në histori më shumë se sa zgjedhjet për Senatin edhe për Kongresin. Ai e lën emrin, do ta lejë emrin se ka filluar të përdoret marrë vendime shumë të cilat do të lënë gjurmë të pashtyrësi nga presidentet e rrallë Shtetet Bashkuara të Amerikës nga 47 që kanë kaluar pakën deri tani. Jam i bindur për këtë, por nuk do të interesoj që gjysma mandatit të ngjelet pa fuqi për të vepruar e për të marrë vendime ashtu siç ka marrë deri më sot. Kështu që do të jetë relativisht një jo dëm për Amerikën, por do të jetë një dëm dhe pa mundësi për të vepruar dhe një dorë të lidhur të presidentit Trump për të hedhur fytyrën dhe për të marrë vendime në gjysmën e mandatit që i takon të dytë tashmë që nuk do ta mbyll. Kështu që jam i bindur që askush nuk do të veçanti, nuk është nga ata tipa karaktere që do të humbaset në shoj pe, ai do me çdo kusht të marrë maksimumin e mundshëm. Dhe detyrimisht nganjëherë nëpërmjet bashkëpunëtorëve të tij që i ka të shumtë, të ekspertëve që i ka rreth rrotullt të tij edhe në kabinetin e tij, jam i bindur që do t'i sugjerojnë për të marrë një vendim që të jetë më i miri i mundshëm si për veten, personalisht si president për Shtetet Bashkuara të Amerikës e pastaj pse jo edhe për pjesën tjetër të botës ku jo pak sy të botës janë të drejtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës se si do të jetë e ardhmja në përgjithësi e globit që është me ndikim dhe efekt. Edhe i pyetët fundit kam pse Vladimir Putin po kërkon tani europianët në tryezën e bisedimeve pavarësisht emrit, se pastaj njëri hidhet dhe negociohet, por duket se ai tani do europianët në bisedime. Unë mendoj që duke patur parasysh luftën relativisht të gjatë, që kemi hyrë në vitin e 5, dhe objektivat ato çfarë ai ka deshur kryesisht për pa folur për dëmët që shkaktuar gjatë këtyre 4 viteve e pak luftime, mendoj se ai do të përmirësojë imazhin e tij. Dhe përmirësimi i imazhit të tij pasi realizimit të objektivave kërkon edhe një marrëdhënie me vendet e Bashkimit Evropian. Dhe është në interes reciprok, detyrimisht që të zbus pjesën e ashpërsisë dhe të mos qëndrojë, si mund themi, i pamundur për të ndërvepruar me Evropën. Ka interesat e tij edhe ekonomikisht, natyrisht, se gazi, nafta dhe shumë produkte që prodhon, detyrimisht që ai do t'i kushtoj shumë më lirë po t'i transportoj, t'i transferoj dhe të lidh marrëveshje me vendet e Bashkimit Evropian. Por, duke parë që edhe Bashkimi Evropian e ka marrë relativisht seriozisht pjesën e sigurisë dhe të buxhetimit të mbrojtjes për vendet e krijimit të strukturave të tjera të cilat do të kenë përballë, ato krijohen vetëm për arsye të rrezikut që mund të vijë nga Rusia. E duke parë edhe këtë, si mund të themi, kërkesë në rritje të vendeve të Bashkimit Evropian për të përkushtuar pas problemet të sigurisë dhe arkitekturës së sigurisë në përgjithësi në Evropë, ai kërkon ta zbusë çik këtë dhe të mund të detyrojë Bashkimin Evropian të ulet në bisedime dhe të frenojë një çik sepse do të përbëj kërcënim, pastaj nëse kërcënimi është nga njëra palë, atëherë nëse pala tjetër rritet, ky kërcënim kalon në palën në anën tjetër dhe detyrimisht që përbën kërcënim për vetë Rusinë. Kështu që në këtë kushte ai e shikon si domosdoshmëri pas shumë përplasjeve, luftrave, sidomos me Ukrainën, mendon që ka ardhur një moment për të ulur e për të biseduar me vendet e Bashkimit Evropian. Edhe unë e shoh për arsye ekonomike dhe të ruajtjes së balancave, unë e shoh që nuk do të ishte ide e keqe
pa qka se qëfar vendimësh ka marrë e qëfar ka realizuar presidenti Putin. Por në raport me Rusin, do t'ishte mirë që të mund të zbutëshin gjërat dhe e pse jo edhe të kishte bisedime për pika të cilat janë në interesin e të dy palëve. Gjithmonë, është më mirë të ulesh në tavolinë e bisedimit dhe të marrësh vendime diplomatike me kokë e mendje të qetë, se sa të drejtosh me një herë tek arma. Falenderoj shumë. Faleminderit juve.